Teleshikues të nderuar të emisionit Podemekast, pas pak do të ndiqni programin të cilin po e realizojmë enkas për ju, shikim të këndshëm. Ku ka hyrje më të mirë edhe prezantim më të mirë për mysafirën tonë se sa nga vetë ajo. Kjo është lumturia dhe mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë emision. Mirë se na erdhe lumturia. Mirë se ju gjeta pa shtrek. Nga kjo më e kuptu pa shtrek se lumturia është gazetare. Sigurisht. Moderatore. Si prezantimi vetëm gazetarët mundën me bo. Po, na s'dim, metëm na. S'patëm çamë boti, na metëm të ngu lumturien. Normal që lumturia ka më shumë përvojë, edhe në kësi raste edhe pa përgadit, edhe rrjedh shumë e boni një hyrje shumë të mirë. Sigurisht, gjithçka spontane është hala më e bukur. Deshta mendoj me juve se kur kom qenë e vogël, nuk e kom ditë se kom u bo gazetare, po që më ka pëlqy gazetaria, po tu i pa emisionet, ndoshta dhe editarin në televizionet e Shqipërisë, edhe në shkollë zakonisht e përdorsha këto, po sonte pak e ndryshova. Në shkollë e përdorsha teleshikues të nderuar mirë mbrëma. Sonte në programin në programin ton do të kemi Sonte në programin ton televiziv do të ndiqni mbas pak lajmet në orën 18:30 do të ndiqni telereportazhin dhe në orën 20 si zakonisht lajmet. Ai më thonë ajo paraqitja televizive që ka qenë programi skemës. Edhe ku e di më pëlqej kjo shumë. Që aty edhe ka nis ajo dashnia për këtë profesion. Do të thonë dëshira për me tu tjetrin, me lajmet. A e kështu shëtet filmin vizatimor para lajmeve? Kom pa filma vizatimor shumë para lajme, pas lajmeve, kujtjone, dhe më pëlqejnë edhe sot mi pa filmat vizatimor bashkë me fëmijët ka njëherë kom nisë edhe me imësu do... Po për që ato edhe ato filmet vizatimor në kanë mbet neve në ato memorjet tona, po edhe tash pe fëmijëve kur pe i shohim bashkë me ta, po e shohim që edhe ato janë zhvillu, ato përmbajtjet, ato personazhet, ato nuk janë më të njëjta se kur i kemi pa para 30 vite, për shembull. Si filmat vizatimor, gjithashtu edhe janë do këngë për fëmijë në për YouTube, në Bang Bang. Kom nisë edhe me im super mend, se tu i pa fëmijët, sidomos djali që e kom 3 vjeç gati, bashkë me ato edhe unë pisha. Edhe kjo është një lloj rikujtesë ose ripërsëritje për një mojt mend më shumë ato. Po, një sendi mirë është se ndoshta dhe të kthen moshën e fëmirisë, edhe njëherë jeton atë moshë ndoshta ka njëherë na, kur jemi konë të vegjël, nuk jemi pas ku me ditë sa mundësi për këto gjana, tash jetojmë bashkë me fëmijët e tanë. Po edhe një diçka që me i pas më të freskta kur të kesh rastin të bësh gjyshe që me ja kujtu nipave. Shpresoj ta kemi mundësin edhe knatësin mu bo gjyshe. Se sigurisht i manë mend gjyshe që është në rrëfejshin ato pracat. Na kemi shumë qaf me mbri këtë emocion edhe këtë moshë që me u bo gjyshe, po inshallah thot Zoti e bomi edhe gjyshe, e pse jo të kënaqemi me nipat e mbesat tona. Po, para se me mrite kjo pjesë, të faze jetës për mu plak, ne kemi shumë çka mi tregu njerëzve. Dhe lumturia në këtë rast po du me kthy pak te pjesa e fëmirisë, domethënë që ka pas dëshirë në kon gazetare. A mundem me kallëzu pak sfidat se arrite domethënë për me zgjedh një profesion si gazetaria dhe çfarë kanë qenë sfidat që ke pas si gazetare? Me të drejtën, për më bu gazetare nuk ka qenë sfidë ndoshta shumë e madhe. Kom pas fatin me fillu punën në televizionin Bujanoci, në radio televizionin Bujanoci, atërisht televizion publik, ato të them në themelimin e komunës. Krejt rastisht ndoshta kom fillu, edhe i kom ndjek disa kurse, disa trajnimet gazetarisë, edhe çdo herë më shumë, domethënë më bëj ke mundi mirë në këtë profesion. Edhe pata fatin vitin 2009 u punësova në televizionin e Bujanocit, aty u punësum edhe shumë pas mu, domethënë kolegët mijat, cilat sot nuk punojnë,
Më vjen keq se erdha ashtu, do me thonë, Po, situator të rëthanat e po edhe ju e keni pas njëjtën situatë me televizionin e Preshevës, edhe që pi shumë punëtorëve veç ka ishmitu paku, që më vjen shumë keq se një mediumit vërtet i dohen aq punëtorë, dhe pse kur na takoj ke dikush në rrugë thoj ke në televizion të Bujanocit keni mri numrin 42 punëtorë, po nuk janë të mjaftueshëm për me pas program të mirëfillt edhe informim të mirëfillt për qytetarët, nuk është një numër shumë i madh i punëtorëve, se pa ekip nuk bëhet program i mirë, për shembull informim i mirëfillt në televizion. Po du më ndollë të kjo tema se, për shembull, puna e gazetarisë na më herët, e kemi pa vetëm ose kemi konceptu si vetëm të shkruarit e lajmeve në gazeta. Çka është koncepti i gazetës, domethënë çka përfshin ajo, domethënë programet e tjera? Qëllimi i gazetarisë ose i gazetarit është me informu publikun, me majt informum. Me informu drejt apo? Me informu drejt, pa anshëm, jo dezinformata, e këto ndoshta kisha edhe me cek një farë problematike që tash me përdorimin e internetit dhe rrjeteve sociale, gjithkush po ka mundësinë me lujt rolin e gazetarëve, po mendoj gjithkush. Po mendon se me hapje në një faqe në Facebook, po mendon se sikur ka hap një portal, edhe pe lu në rolin e portalit. Po bon, ndoshta po poston lajme të rreme, dezinformata, që sado që një pjesë ndoshta e qytetarëve e din që nuk është e vërtetë ose është dezinformat, po ka edhe një numër i konsideroshëm që edhe ndikohen. E kjo është një farë lufte, një farë sfide e gazetarisë, për shembull se ti sado që je një medium ndoshta më serioz, prap po etiketohet se në portale po shkruhet gjithçka, në portale po publikohet gjithçka. Këta janë persona të caktuar për shembull që kanë një qëllim me hapjen e një faqe, se ai as portal nuk është, as nuk menaxhohet nga gazetar, po menaxhohet krejt nga njerëz të profesioneve të ndryshme ose pas një profesion, më i me thonë shlir. Po i mjafton ajo faqe në Facebook edhe me thonë që këtë po bëj gazetari ose... Po, i hapin zakonisht për qëllime caktume, me siguri e dini edhe ju se edhe në Bujanoc edhe në Preshev, mos të flas për Kosovë, për Maqedonie, vende më të mëdha, aty nuk më takon të flas, po sidomos në Bujanoc e në Preshev më vjen keq që hapën kësi faqe, kur postojnë diçka, pse jo, edhe kur kopjojnë pi portaleve tjera nuk është një dam ashtu të thom, nuk është një farë problemi i madh, po kur e shoh që kanë do postime me nxitje të urrejtjes, për shembull, po edhe kjo bëhet pak ma një farë lufte ma e egër, me siguri disa i përkasin një subjekt politik, disa tjetrit edhe këtu pastaj... Ti Bluturie jeton në Bujanoc. Po. Edhe aktivitetin tënd kryesisht e zhvillon e realizon në Bujanoc. Po, ka raste edhe në Bujanoc, po ka raste kur jam aktive edhe në Preshev. Po. Se ne jemi dy komunat fqinje dhe desht e pa desht, kemi shumë të përbashkëta. Pa bashkëpunimin e Preshevës, qoftë në politikën, në kulturën, në arsim, ku e dione kemi projekte që i realizojmë edhe në Apo je aktive, apo që Preshev jetën më aktive tash në jetën kulturore, arsimore, shkencore, këtu të na, po ma herët basa sa në shaki për cilë si gazetare? Për në Preshev, ndoshta është një qasje pak më ndryshe se në Bujanoc, me keqardhje për thamë se në Bujanoc ka munges. Unë jam pjesëmarrëse edhe në shumicën e aktiviteteve, në bashkëpunim me disa OJQ lokale në Bujanoc e në Preshev, sidomos me organizatën Bjond edhe Qendrën B, cilat edhe i falemderoj për bashkëpunimin edhe mundësinë që ma japin me bashkëpunu. Në mungesë të aktiviteteve kulturore, sidomos në Bujanoc, se Presheva e ka teatrin edhe nuk është shumë në këtë drejtim, nuk është keq, po mendoj është mirë, ka një festival, ka jashtë festivalit edhe aktivitetet tjera, edhe nuk është keq në këtë drejtim. Ndërsa në Bujanoc më dhem shpirti që janë shumë mungesë aktivitetet kulturore. E çka mundemi na me bo, do me thonë mundohemi që sa do pak me zbut këtë situatë, sidomos kur është fjala për fëmijët edhe për trinjt. Ne me këto organizata që i ceka, kur
realisht konsultohemi dhe planifikojmë me apliku me projekte sidomos të sferës kulturës. Kryesisht do të thonë mini me fëmijë, me edukimin kulturor të fëmijëve, apo Po, edukimi jo formal, po sidomos aktivitetet kulturore për fëmijë, për shembull që edhe fëmijëve me ju dhon rasti me shku deri në shtëpitë kulturës, me pa një shfaqje, sikur se tash në dhjetore patëm një me organizatën Beyond. E patëm një shfaqje shumë të mirë për fëmijë, po them të mirë se u mirëprit shumë mirë nga fëmijët. Teatri i Kukullave, ishte një mundësi shumë e mirë që fëmijët e Qerdhës Gëzimi në Bujanoc patën mundësi me pa teatrin e Kukullave, një shfaqje teatrale, se me të vërtet më vjen shumë keq që shumë pak ka organizimet këtij niveli. Në mënyrë që edhe fëmijët ta dinë çka është shfaqja, çka është teatri, pse jo këto gjanat ti përjetojnë vetë, ti shohin. Shumë provojë mirë, shumë provojë pozitive. Një diçka që ju vërtet ja vlen të investosh sidomos te fëmijët. Po kemi edhe aktivitete me të rinj, sidomos për shembull. Më falë, nashte pashti ki diçka dashti me inkuadru, me diçka pashti që interesoj këtë pjesë, se ma dhani shikim. Po më intereson pjesa se e gazetarisë dhe aktiviteteve që i keni me të rinj. So inkuadroni ju ata për me njoft këtë profesion, ose a e keni motivu dikana se me thonën t'i je për gazetari, ose po më dukesh që po ki talent ose aftësi për me... Pyetje shumë e qëllume, zakonisht mundona shpesh, ndoshta mas paku një herë në vit, mbledh të rinj të shkollave të mesme, grupe, do me thonë vullnetarisht kush don me ardh, jap mundësinë, në emision i ftoj shpesh, po edhe në radio jap mundësinë që ata vetë me udhëheq një emision të radios. Në radio në Bejanoc, po, në rregull. Në radio shkaku se pa kamera, ata munden me hekat tremën, se munden ma shlirë me... Kjo është qëllimi që me radio ne fillojmë, edhe ka shumë të ri, për shembull që janë të interesu me ditë se si funksionon puna e medias, si fillohet një emision. Unë do me thonë si asistente aty asistoj me raste, po ata i lo, dy prej tyne i lo për shembull moderimin, tjertë i lo musafert, atënve i ndihmoj moderatorëve apo udhëheqësve të emisionit, në këtë rast si jo, e mundona me i ndihmu të pyetjet, edhe zakonisht ka shumë të ri që e dojnë si profesion, po tash që po ata para vitit të ri, do me thonë dhjetor, nuk e di sakt datën, e pata një trajnim me edukimin në media, ka pas nxënës shkollave të mesme dhe të Bujanocit edhe të Preshevës. Një vajzë, më duket se kjo e Preshevës, ta mu më pëlqen shumë gazetaria me studiu, po tha kom frikë se kur kthena e diplomume nuk kam mundësi punësimi, edhe kështu që ma shumë po ndaj mendjen me shku në mjekësi. Merr tepër rand me i thonë që studiaje edhe kryes profesioni mirë është, se gazetaria është profesioni mirë, është profesion që të bën për vete, po prap nuk mundesh një triut apo trejes mi thonë këshire ti banu gazetare se pu ka mu punësu këtu. As një medium, do me thonë nuk funksionon taman që duhet me funksionu, jo pse nuk ka mundësi tjera, po veç puna është të finansat. Kur e keni fillu, do më thonë gazetarin, a keni pas ëndra të tilla ose qëllime të tilla që unë me qenë gazetare në filan televizionin ose filan vendin në Shqipëri ose Kosovë ose Maqedoni? Jo, me thonë drejtën... Asi ëndra që kam e më dëgju krejt, kam e konë shumë njerës që kam e më pëlqy e tjere tjere. Me thonë drejtën nuk kom pak si ëndra se kom e punu këto apo aty, nuk kom cek ndonjë medium, thjesht më ka pëlqy veç si profesion gazetaria.
po nuk e kom pa vetëm për shembull atë punoj ideal, te atë spektri, atë Bujanoci, a ku e dione në Kosovë. Se zakonisht për shembull studentat e krijojnë atë imagjinatën e tyre në një farë vendi, okay. BBC dikon. Diçka tillë, E te unë nuk ka ndodhë se nuk e kom pas atë problem, për shembull atë unë cilin medium do të radhit ose do të punsona, po fati e ka desht jam punsu në televizionin e Bujanocit, ku edhe jam të... Çfarë profesioni kishe dashur tjetër me pas përveç gazetarisë? Shkëlzen, me thonë drejtën, nuk e kom ditë më herët që më pëlqen ky profesion, sonte pe bëj publike, se nuk e kom bo asnjëherë publike, po që më ka met peng si profesion është puna si edukatore. Oh, sa e mirë. Na ti je mirë se ardhur. Jam shumë asi tipi që i du fëmijët, jam e lidhët me fëmijët, jo veç me fëmijët e me, po unë shumë herë realizoj projektet fëmijëve, emisione me fëmijët, kom pas në vazhdimsi gati se çdo vit, edhe punën për entet parashkollore, puna me fëmijët, më bën tepër muni mirë, tepër relaksuese, unë atë ditë që kam xhirime me fëmijët, me qef zgjona në mëngjes edhe e planifikoj ditën, nuk e llogaris atë ditë që kom punu, po e llogaris sikur atë ditë jam mush pozitivitet, me energji pozitive. Hapin e parë që e qesin qerë dhe kur i shoh të zhurmat e fëmijëve, ato përqafimet kur vin fëmijët me më përqafu, nuk e di, s'ka diçka ma të mirë, ma të bukur. Fëmijët e kanë dashurinë familje. Emocion shumë i mirë. Edhe vetë me vetë thojsha se ti a e din këto edukatorët që janë të bekume, që janë të punu me fëmijë. Unë e shoh si bekim. Po besoj që këtë pjesën e edukatorës po e plotësojshë me aktivitete, domethënë që i paske me fëmijë edhe po të përmbush ka domethënë kjo pjesë. Edhe një arsye më shumë pse du gazetarin që më jep mundësinë me punu si edukatore. Sigurisht. Ju si gazetare femër, a mendoni se ky profesion domethënë kish me qenë i mirë për gratë shqiptare? Sa ka sfidat të cilat mundën mi përballu? Patjetër që është profesion i mirë për gratë shqiptare, patjetër se po. Kur gratë shqiptare din me tregu shembuj shkëlqym në fushat ndryshme, në profesionet ndryshme, në mjekësinë, art, në kulturën, politikë, sidomos të ju më preshev, e keni edhe, do me thonë... Po, na kemi shembuj pozitiv, po jo që i naloni anash edhe ju Bujanoca. Edhe gazetaria, pse jo një gru gazetare, mos tjetë gazetare e shkëlqyeshme, ose një gazetare një mediume, unë mendoj që gratë nëse cilën sferë, nëse cilën fushi kisha po, mundem me tregu dozën e feminizmit, po thjesht është mendimi ime edhe nuk dal pi vetës. Kjo është mendimi jam, se gratë janë të fuqishme munden me punu gjithçka për pos me peshat ronda, s'kisha pas qef mi po. Unë e vërtetisht me pyetën se ma mire bojnë gazetarin burrat a gratë? Po nuk guxoj këtu me bunin ndasi, se kemi edhe me shkuj gazetarë shumë të mirë, kam kolegë të mitë që janë shumë të mirë në këtë fushë, edhe falë atëmve ndoshta unë i kam arrit që të hapa, asnjëherë nuk e harroj, do me thonë, kontributin e kolegëve, edhe nuk e bëj ndasi. Në barazin gjinore, këto konceptet e modernizmit bashkëkohorës. Te barazia gjinore kisha me thonë se burat na jom bo gra, e gratë bura. Na i gare pak e tash, nëjse në atë kuptimin se tash gratë e sotit nuk vesen atë shkaj, po shkaj. E burat pa tjetër... Jo, veç pak që tu ka dalë edhe një. Me foli realitetin tash, nëse i lojmë hajgarit anash. Nëse lojmë edhe pak feminizmin anash. Nëse e marim, e krahasojmë, do me thonë kohën kur i kanë jetu nanat tona, para sa viteve, edhe tash, kemi arrit dukshëm një shkallë më të lartë të emancipimit në këtë pozit edhe... është një zhvillim, është një përparim. Është një përparim shumë i mirë, e cika edhe më herët, derisa kemi femnat suksesshme në fushat ndryshme dhe në politikë përfshirja e femrave është shumë e domosdoshme.
është arrit dukshëm një emancipim edhe po më vjen mirë që është kështu qysh është, edhe uroj që çdo femën, çdo e ri të shkoj në këtë rrugë ku veç janë tash për momenti femrat edhe mos ta nënvlerëson veten se unë jam femën, ndoshta nuk di, ndoshta nuk mundem, që të hapin e parë. Çka mendoni se është problemi pak më i madh që femnat nuk i lemu emancipu? Po tash nuk e di, si me thonë drejtën, nuk ka dë një send që mundet mi pengu femrat tash për momentin, po përpara ka qenë ndoshta edhe puna e ekonomistë, gjendjes ekonomike. Tash shumica e femrave, do me thonë fatmirësisht, kanë një punë, do me thonë një profesion, edhe një pagë mujore, dhe kur ti ekonomikisht je pavarur, tani edhe je pak ma e emancipume, ma ndihësh pak ma e fort, me fuqi ma... Paka shumë në kohërat e mëhershme, bile u konë shpesh, me thonën, ku gruja po punon marrë, dhe që po punon si gazetare, ose në i farë profesione që kish mujt me bo, dhe më thonë një gru në atë kohë. Mirë po sot, dhe më thonë, kjo pjesa e turpi, dhe më thonë, të punës, se çdo punë nuk është turp me bo. Dhe mendoj që po, në këtë aspekt që ju pajtona me ju që e kena arrit një fa nivelit të emancipimit. Besoj që edhe shkërzini me ndonë qështu. Po, pa qëtër bile, në qëtë rast dashta me ditë edhe për lumëturisë, që shë prezenton Bujanocën Preshevën, ku të shkojë dikon jashtë Luginës? Që shë prezentoj Bujanocën, janë qytete shumë të vogla ndoshta, po me zemër të madhe. Ne Luginasit jemi zemërgjerë. Ajo që na veçon për popujve tjerë ndoshta, me ato pak kushte që i kemi na dim, do me thonë edhe mu tregu human, jemi bujar, zemërgjir edhe human, këto tri gjana na karakterizojnë. A i ki gjithë këto të njërës qërë, të qytete qera, të vende qera nështë të bje me hec me pa dhe... Po, bje me hec, po, ndoshta dhe ajo puna e egos kemi qef na mu konë matë mirët, po... Kështu që si kom gjithë, lomë Presheve dhe në Bujanocë. Jo, me të vërtet, kom pas raste kur artist apo njerëz qoftë në politikë kanë ardhë me vizitu Bujanocën ose Preshevën, dhe kam pas përshtypje shumë ndryshe para se me ardhë, kur kanë ardhë këtu jo mbefasu nga mikpritja. Edhe kanë thonë se ju në Lugin jeni shumë zemërgjër, nuk thonë beqone, kanë thonë musafir që na kanë vizitu. Ndërsa këtë pjesën që e thash human, po nisem prej asaj që kur dikush ka nevoj, qoftë do me thonë për të grumbullu mjetë financiare me ndihmu, na jemi qaq human sa që nuk kaloj 24 orë pa i grumbullu ato mjetë edhe me ja dediku ati personi që kontribut. Pa tjetër që po, jo me hapon gjithmonë, e thamë edhe publikisht, po edhe njerës që më njohin edhe shoqënia që rri me ta e dinë se kur ka nevoj punoj edhe pa e pa se cilë është përfitimi financiar. Muj me bo punë vullnetare dhe jam shumë e lumtur kur vaj punë vullnetare, që javlen normal, jo aty ku keq përdorësh, po kur javlen dishka pse jo se në fund ditës je rahat me vetveten edhe dhe që ke bo një punë të mirë. Merr një pjesë gjithashtu në për seminare, në për tryeza, apo? Po, zakonisht këto pjesëmarrjet i kom pas kohëve të fundit edhe ma të shpeshta, më i me thonë, kur jam ftu në për kësy tryeza, seminare që kanë të bojnë me diskriminimin e shqiptarëve në Lugin të Preshevës, me tekst veçantë mosnjohjen e diplomave edhe pasivizimin e adresave. A jeti një nga... Kështu që unë nuk kom qenë organizatore, po kom qenë një nga ajo musafire. që ke pësu nga mosnjohja e diplomave? Jo, nuk kom pësu, po mendoj që zani im, zani yti, çdo kujt prej neve, është i nevojshëm, edhe gjithkun ku kam ftesë për me marrë pjesë në këto tryeza për me ngrit zanin, do me thonë për padrejtësit që na bo neve si shqiptarë në Lugin të Preshevës, unë kom mundu maksimalisht me gjithë kohë dhe me shku se zani i çdo kujt prej neve është i nevojshëm, edhe
çdo herë më shumë, domethënë mendoj se jemi më afër problemit nëse ne e ngrisim zanin ndaj Domethënë këto padrejtësive. kryezat edhe konferencat kryesisht në për Serbi i mbani, apo? Po, zakonisht mbahen në Serbi, ka edhe raste kur Çka në Kosovë. flitet për neve si shqiptara? Kam para gjykime ato. A mendojnë domethënë se e kemi me drejta të çka po kërkojmë apo kanë mendime më ndryshe? Këto zakonisht bëhen projekte, janë projektet dikujt edhe organizojnë këto tryeza. Herën e kalume është mbajt në Preshev këtu te kjo zyra të organizatës Livret, edhe nuk është që ata kanë ndonjë paragjykim, nuk muj me thonë, po kanë qef me i ndëgju ato hallet ose ato mendimet e tona. Edhe kuftohen shumica janë tri, disa përfaqësues politik, edhe pi çdo kujt dojnë me marrë mendim se realisht a qëndron kjo që ne po ankohemi apo mos ndoshta. Nuk muj me thonë se kam paragjykime, po shumicën e rasteve grumbullohen informacionet për me ardhur te një konkluzion më i saktë. Po mendoj që ndoshta nuk shpresoj të jam gabim, po për disa prej problemeve ose prej çrregullimeve, ndoshta edhe na kemi një pjesë përgjegjësisë. Patjetër që po. Në gjitha sferat ne kemi si shoqëri pjesë të përgjegjësisë, përfaqësuesve politik që na udhëheqin, po edhe ne si shoqëri. Ata kërkojnë përgjegjësi, Po. a neve na takon. Edhe neve na takon patjetër se edhe ju si shoqëri civile, po edhe ne si media domethënë më kon madhëzshëm ndoshta në këtë drejtim, edhe gjithkush e thash edhe më herët që ngrit zanin, gjithkush që jep kontributin prej vetës, aq më afër zgjidhjes problemit jemi. Sigurisht ka ra me ecë edhe me pana për Bujanot, si janë do pejsazhe të jashtëzakonshme të natyrës, të mira, po çka është një veçuri që ndoshta unë e gjolezoj për pozitive Bujanotën, jo që Presheva nuk i ka, po Bujanotës i ka masi përfaqësore, ujra termomineral, disa pejsazhe interesante, disa liqeza të vogël të Bujanotës. Atë ka ra mi pa, atë ka ra mi vizitu. Po, ka ra shkëlqen mi pa edhe mi vizitu edhe ndi vetën tepër mirë kur i vizitoj. Janë shumë sende të mira, për shembull tek liçeni i Bujanocit, tek banja e Bujanocit. Mu m'pëlqen natyra, m'pëlqejnë lulet e krejt, po ajo që domethënë më shqetëson është se shumë pak vizitohen. Gati se Ndoshta hiq. ka mungesë informacionit, a? Njerëzve mungon informacioni për ato bukuri, për ato resurse, për ato. Ndoshta edhe i mungon informacioni, po jo për liçenin e Bujanocit nuk është që ju mungon informacioni, po nuk është i rregullum sa duhet, edhe e kisha pas qef infrastruktura, që po. sa më shpejt, domethënë Në jaset shumë i mirë i Bujanocës është manastiri Prohorit, Po. në jaset shumë i mirë është kisha Eqena pas Saqës, në qef që jaset i pushteti mirë. lokal me marrë një iniciativë sa më shpejt, me rregullu këtë pjesën të liçeni edhe në mënyrë që rinia edhe moshat ndryshme, jo veç rinia, ta kenë një vend atraksioni shumë të mirë, se me të vërtetë është shumë pasuri ajo pjesa e liçenit, po edhe tek baja e Bujanocit, sidomos në atë periudhën kur ka gjithë, kur është shumë natyra, shumë e mirë, me një farë mënyrë të jep një farë qetësie, sado që Vend ti rekreacioni, mundesh, po, vend relaksi, po. vend. So kalon kohë me fëmijët, përgjithësi kështu lidhur me lojën park, lojën në borë, ose ajo koha e lojës tonde me tash fëmijët, ndikimi i teknologjisë, angazhime ditore. Mundohem me kalu shumë kohë me fëmijët, sidomos sot që domethënë pata me ardhë në emision të jo, nuk mujta me ardhë drejt pi punës, me ardhë drejt në emision, po më desht pak me shku, me bo një shkputje pi punës, mu relaksu pak me fëmijët, sidomos me djellin të voglin që e kam afër 3 vite dhe ai ka ma shumë nevojë për mu. Si kanë më të thjesht, tash më boni kurioz. Jo më nane 2 djemve, Dioni që është 14 vjeç, edhe djellit afër 3 vite, tash në qershor i bën 3 vjet, edhe që na jep shumë pozitivitet në shtëpi, shumë energji pozitive, është shumë ashtu aktiv, edhe nuk po moj
për shembull milon anash, se ka moshën ashtu që është i ndeshëm edhe ka nevojë ma shumë për mu. Edhe mundona me kalu kohë shumë me fëmijët, se investimi ma i mirë është kur ti u jep kohë atyve, jo kur ju blejmë gjana materiale, mundona mos me i mësu në këtë pjesë me gjana materiale, po unë bashkë me ta, me bo diçka, një shëtitje, një lojtë për bashkë, pse jo gjithë shka bashkë. Një gabim të përbashkët, kom qef ka njerë mi mësu mu rebelu ashtu edhe me gabime, pse jo? Edhe ato e përvoja të mira, ato e mësime të mira. Lumturia ka përvojë në gazetari, në moderatore. Si po e sheme, çfarë syni po na sheneve, edhe si po e vlerëson këtë nismën tonë, këtë platformën tonë, një format pak më ndryshe, ç'është po na gjykon? T'ju bëj qefin tash. Ja. Te aty. Me të vërtet, u kënaqa për këta minuta që isha këtu bashk, edhe se di sa minuta jam bo, po unë u kënaqa nuk i pash heq, ju përgëzoj për emisionin, se është shumë i mirë, sidomos kur këto bisedat bohen kështu shlirë, po, se unë nuk kam qef ashtu me folë si zyrtare lartë, shumë zyrtarisht, po kur ka bisedat lira, po mendoj që i mungojnë sa ma te për vendit tonë. Spontane. Këto. Prezentu me zveti, mu njof ma shumë, ndoshta është një mënyrë, kemi mendu me bo qëto që... Më pëlqej karakteri i këti emisioni dhe ju uroj shumë suksese, edhe paka shumë i di cilat i keni ato sfidat, po nuk pi bëj publike. Ja. Ne një grup dikun të 7-8 vullnetar deri tash si po angazhumi për këtë nismë, kështu që je mirë sa ardhur ti me këtë tjerë ata që dojmë na mbështet, dojmë na. Edhe më herët deshta me cek, po më duket se harrova sfida e një mediumi është kjo ana burimet financiare, se për shembull asnjëherë nuk mundet më bë diçka e mirë. Informim i mirëfillt ose emisione të mira pa këto burimet financiare, se media ka kosto, me të vërtet ka kosto. Pa një ekip të mirë, pa teknik të mjaftueshme nuk bëhet asnjë emision, as informim i mirëfillt. Në të falenderojmë për kështu që ju përgëzoj që keni nisë këtë punë vullnetare. Edhe po mas këtë asoj që falem ju si gazetare, si aktiviste, si një farë gazetare që ka dëshirë më kone edhe një farë edukatore. Edhe pjesë e sektorit që qeveritare. Sigurisht. Dishta për fund me ju pyetën se çka mendoni se është mirë në Luginë dhe çka mendoni se duhet me ndryshu diçka në Luginë? Në Luginë është mirë, për shembull, kjo e mirë që jemi qytetit vogla, jemi me zveti më let vim deri tek një send që na duhet, na nevojitet një ndihmë dikujt ose gjithë njihemi me zveti, thash edhe më herët jemi shumë bujar, shumë zemërgjer, e kjo na veçon. Për shembull, këto e ka të mirë Lugina, edhe mundemi mu gjetë ma shpejt, jam këtu, jam aty, se në qytetet mëdhaja duhen me orë deri sa shkon deri te një lokal ose diku. Qytetet e vogla këto e kanë ma pak stres, se në qytetet mëdhaja ai stresi ma shumë kur ti je me kohën i limituar dhe se në mërin me kohë. Shkëlzeni po kesh, po s'ka dertë. Jo, më kujtove ka njerë se m'bje me pritë samafor edhe që ditë në veç vetë jam atë. Kështu. Ajo që kisha me ndryshu po t'jetë në dorën time, e di që ka mu konë ndoshta pak edhe më shme pak qesharake, po kjo po më vjen mend tash në këto momente. Po t'jetë në dorën time, Bujanocën, e Preshevën, Luginën. E kisha shëndru në Gjermani apo në vendet europiane. Mja ndruve që jemnin, apo? I kisha kriju vendit punës krejt aty në trive dhe trejave që shkun e braktisën këtë vend dhe i kisha këthy këto, i kisha ofru kushte mi këthy këto, se neve na duhet rinia. Është edhimshme kur i shohim kati se në çdo shtëpi kanë mit, domethënë krejt mosha e tretë, kështu që kisha pas qef zhvillim ekonomik këto, vendet punës edhe rinin me pas këto, trejat.
Kjo ka ide e mirë, do më thonë që ti nesër me kandidu nesër për në një Kreta. post politik që me i shpras këto idetë. Kemi nevojë për njerëz që na bëjnë Sigurisht. zgjidhje. E keni pas edhe ma herët një kandidat që u ka premtu fabrika. Kanë mjet të rrugës diku. Kështu që mos po. Jo, jo, ti mos premto fabrika, ti ato reale që. Ti veç rrugat bona i ka një Ja, 200 euro. me të vërtet, po tjetë në dorën time, kisha pas qef që krejta jorini që ka shku në vendet europiane, mi këthy këto, se parini nuk është as një send interesant. Atë lumturie, na të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit Pode me Kast, edhe se sigurisht nuk është e tëra kjo që thot Shkelzeni, kemi shumë tema që kishme mujt me i diskutu, andaj të falenderoj që ishe pjesë e Pode me Kastit. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën edhe ju uroj punë të mbarë dhe shumë suksese dhe shumë emisione tjera të ngjashme. Ju faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve dhe mirë që u takofsh me episodave të radhës.